Mirëmbrëma. Gjykata franceze e liroi nga burgu Ramush Haradinajn, por me detyrimin të rinë në territorin e Francës dhe të detyrim paraqitje derisa të marrë një vendim të dytë. Ndërkohë, Republika Serbe ka nxituar të përgatisë akuza shtesë ndaj njeriut i cili është një ndër simbolet e UÇK-s. Gjithçka fillon nga ky libër. Carla Del Ponte, Gjyëtia. Është libri që akuzon kriminalet e luftës në ish Jugosllavi. Në çdo takim të saj me Koshtunicën, Carla Del Ponte tregon se si ish kryeministri i Jugosllavisë në ato kohë i kërkonte që çfarë po bëhet me kriminalet shqiptar të luftës. Neve do përpiqemi të kuptojmë se sa kriminal ishin komandantët e UÇK-s, sa të vërteta ka në akuzat që bëhen ndaj tyre. E vërteta është viktima e parë e çdo lufte, thotë Eskili. Ne do përpiqemi të kuptojmë të vërtetën e luftës shqiptare të Kosovës. Kemi përgatitur një insert ku tregohet historia e emrave më të spikatur të kësaj lufte dhe veçanërisht flitet edhe për Ramush Haradinajn dhe familjen Haradinaj. Në fund do kemi një dokumentar i cili tregon vrasjen e 6 të rinjve musliman në Srebrenica. Është dokumentari që gozhdoi Slobodan Miloševićin. Është një filmim me pamje shumë të rënda, por në fakt të gjithë emisioni është i rënd. Tregon për masakrën e jashtëzakonshme që kanë bërë serbët ndaj popullsive të ish Jugosllavisë. Prandaj është i rekomandueshëm që mos shikohet nga grashtat zëna dhe fëmijë. E fillojmë me insertin, pastaj do prezantoj të ftuarit, të cilët kanë qenë që të gjithë personazhet të dorës së parë gjatë konfliktit në Kosovë. Inserti. Kush i mban mend vitet 80 kujton lajmet e përditshme që citonin zbrazjen e Kosovës nga burrat që merrnin rrugët e Kurbetit. Nisja ishte nga qendrat e qyteteve kosovare dhe destinacioni Zvicra ose Gjermania. Aso kohë intelektualët dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e denoncuan si spastrim etnik të heshtur. Krahina e cila kishte humbur autonominë dhe qeverisej me dorë të hekurt nga Beogradi nuk ofronte asgjë për rinin e saj. Në një nga këta autobus hipi dhe Ramush Haradinaj për të përfunduar në Zvicër, ku bëri punët që presin emigrantin. Dhe si çdo i ri i cili gjendet i marginalizuar nga shoqëria dhe për më tepër kandidat për të mbetur pa atë dhe, u lidh me disa të rinj të tjerë të cilët kishin si ideal një përzierje nacionalizmi, enverizmi, marksizmi dhe si fill i kuq i përshkonte urrejtja për fqinjin e tyre serb. Ishte LPK, akronimi Lëvizjes Popullore të Kosovës, ajo nga më vonë do të zinte fill ushtria çlirimtare e Kosovës dhe ajo çlirimtare e Maqedonisë, dhe nga do të dilnin më vonë emrat që do të bëheshin protagonistë të fundshekulit të shkuar dhe ende sot në shekullin e ri. Një ndër këta ishte dhe Ramushi me pseudonimin Smajli, pseudonim që ishte emri i xhaxhait të tij, dënuar me 10 vjet burg si udhëheqësi i organizatës sekrete Komiteti i Deçanit, deg e organizatës së Jusuf Gërvallës, i vrarë me porosi të shërbimit sekret jugoslav. Duhej të vinte viti 1997 që Ramush Haradinaj të merrte pagëzimin e zjarrit. Në majin e vitit 1997, pas vrasjes në 31 janar 1997 të Zahir Pajazitit, drejtuesi i shtabit qendror operativ të UÇK-s, për të fuqizuar aktivitetin e saj, një grup prej 10 vetësh me kërkesë të Adem Jasharit synojnë të futen në Kosovë. Grupi udhëhiqej nga Fehmi Ladrovci dhe drejtohej drejt Kosovës nga vëllezërit Ramush dhe Luan Haradinaj, shef i sektorit të logjistikës së UÇK-s. Grupi bie në prit dhe vritet Luani, plagosen Rafet Rama, Ilas Kodra dhe Fehmiu. Në 27 nëntor 1997 vritet nga policia serbe mësuesi Halil Geci. Të nesërmen, në 28 nëntor, ditën e varrimit të tij, që është edhe dita e shenjtë e shqiptarëve, 3 njerëz të veshur me uniforma e stema të UÇK-s shpallin ekzistencën e saj dhe luftën e armatosur kundër okupatorit serb. Ata ishin Recep Selimi, Muj Krasniqi dhe Daud Haradinaj, vëllai tjetër i Ramushit. Dimri i viteve 97-98 ishte ai i ofensivës dimërore serbe, e cila shpresonte të mbyste në djep rezistencën shqiptare. Ndërkohë ishte zona kufitare e Kosovës me Serbin, e quajtur Metohi nga ata dhe Dukaqin nga vendasit, teatri më nevralgjik i luftimeve.
Ajo ishte jetike për palët, pasi UÇK merrte furnizimet me armë dhe njerëz, ndërsa armata serbe bllokonte furnizimin e tyre. Zona komandohej nga Lahi Ibrahimaj, djali i dajës i Ramushit. Kjo deri në mars 1998, kur komanda kalon në duart e Ramushit. Ishte betejë e Glogjanit që vuri në pah lidershipin e Ramushit. Pas vrasjes së Adem Jasharit dhe familjes së tij në 5 mars 1998, në 24 mars, me qindra forca policore dhe ushtarake serbe të ndihmuara nga mjete të blinduara, rrethuan Glogjanin, kështjell e klanit Haradinaj. Ramushi bashkë me baban Hilmiun, vëllezrit Daut, Shkëlzen, Enver dhe Frashër, të ndihmuar edhe nga militantë të tjerë të UÇK-s, i bëjnë ballë sulmit duke dalë nga rrethimi dhe shkaktuar një disfat strategjik e serbëve. Përfundimisht, Dukagjini doli nga kontrolli serb duke e bërë zonën një bazë logjistike për zonat e tjera operative të Krahinës për luftën e ardhshme. Pranvera do të sillte një rritje të aktivitetit të UÇK-s, fal kjo edhe traditës luftarake të vendasve, terrenit të ashpër malor dhe afërsisë me Shqipërinë. Ndërkohë, operativ të shërbimeve sekrete perëndimore kishin marrë kontakte me komandantët në terren, ku Ramush Haradinaj dhe njerëzit e tij rezultonin më efektivët. Për shkak të përplasjeve mes CIA-s dhe Departamentit të Shtetit, Shtetet e Bashkuara ende nuk kishin përcaktuar një pozicion definitiv, ndërsa situata në terren bëhej gjithmonë më e rëndë. Ushtria serbe kishte filluar reprezaljet mbi civilët. Masakrat e Abriz dhe më vonë ajo e Reçakut bindën fuqitë perëndimore se Miloševići ishte nga raca e politikanëve që mund të mbijetonin vetëm nëpërmjet konfliktit. Duhet të vinte marsi i vitit 1999 që NATO të fillonte bombardimet dhe në qershor të po këtij viti, Miloševići pranon kushtet e saj dhe tërheqjen nga Kosova. Lufta mbaroi, por telashet për Ramush Haradinaj sapo kishin filluar. Gjatë luftës i ishte vrarë një vëlla tjetër, Shkëlzeni, ndërsa vëllai tjetër, Enveri, do të vritej më vonë në një atentat. Ndërkohë, un mik do të arrestonte dhe më vonë dënonte vllain tjetër të tij, Dautin. Por shënjestra e prokurores së Hagës për krimet e luftës, Carla Del Ponte, ishte pikërisht Ramush Haradinaj. Në disa faqe të librit të saj Gjuetia, ajo merret pikërisht me Ramushin duke akuzuar për ngjarjet e liçenit të Radoniqit dhe vrasjen e disa civilëve të cilët ishin gjetur të vrarë dhe të gjymtuar në puse në fshatrat e zonës ku vepronte Haradinaj. Bashkë me të u akuzua dhe Lahi Ibrahimi. Por akuza kishte shumë të çara që fusnin në ujë. Trupat e gjetur në liçenin e Radoniqit ishin zbuluar nga mjek ligjor jugoslav në përbërje të ushtrisë serbe gjatë reprezaljeve të saj në zonën e Dukagjinit, të komanduar nga general serb, të cilët më vonë u akuzuan nga Haga për krime lufte. Ky fakt hedh dyshime të mëdha për një tjetër inskenim. Dyshimi i cili përforcohet kur autoritetet serbe të kohës, pavarësisht akuzave që ngritën, nuk lejuan ekspert ligjor ndërkombëtar si Helena Ranta të inspektonin vendin e ngjarjes. Gjithsesi, analiza e mëvonshme nxori në pah se shumë nga 34 trupat e gjetur në fundin e liçenit ishin ekzekutuar në vend tjetër dhe transportuar më vonë në vendin e zbulimit, duke hedhur hije të forta dyshimi se ishte organizuar nga shërbimi sekret serb. Asgjë për të çuditur nëse kujton se 2 njerëz me maska kishin qelluar dhe vrarë 6 serb në klubin Panda në Pej, masakër e organizuar në të njëjtën periudhë me ngjarjet e Radoniqit nga shërbimet sekrete serbe për të fajsuar UÇK-n. Haradinaj si politikan ka ditur të jetë njeri i kthesave të forta. Ishte ai që u bë kryeministër në koalicion me LDK-n, e cila nga pjesëtarët e UÇK-s shikohej si kolaboracioniste. Ishte Haradinaj që në një deklaratë befasuese pranoi që Kosova ishte shtet dhe i minorancës serbe, duke ju shtrirë dorën e paqes për fajsuesve të tyre. Dhe së fundmi ishte ai që pas kërkesës së gjykatës së Hagës u dorëzua vullnetarisht. Sot kam dhënë ndërheqje pa revokueshme nga posti i kryeministit, ndërsa unë utoj nesër për në Hagë. A është arrestimi i Ramush Haradinajt një akt i pastër drejtësie? Duke filluar që nga koha kur kryeministri i Serbisë ishte Vojislav Koštunica, sa herë Carla Del Ponte i kërkonte dorëzimin e kriminalëve serb, ai i kundërpërgjigjej se duhej të bëhej edhe inkriminimi i udhëheqësve të rezistencës kosovare.
Pavarësisht investigimeve të vazhdueshme të deri sotme, ajo që ka mundur të dalë në dritë është vetëm një shtëpi fantazëm, e quajtur shtëpia e verdh, në të cilën janë grabitur organe ku faktet e vetme janë hamencime, 2 shiringa, një cop garz, një flakon qetësuesi, disa njolla gjaku në murin e shtëpisë dhe dëshmia e paqëndrueshme e të zotit të saj. Ndërkohë, Haradinaj akuzohet për zhdukjen e dëshmitarëve ku disa prej tyre janë vrarë me armë zjarri në kushte të panjohura, ku nuk përjashtohen edhe larja e hesapeve që mund të kishin këta me të tjerët, por nuk mund të akuzohet pse një prej tyre shtypet me makinë në mal të zi nga një pensionist i dehur. E vetmja provë që akuzon direkt Haradinajn është një letër e Tahir Zemaj, ish komandanti i UÇK-s dhe dëshmitari i akuzës, ku shkruan se nëse më ndodh gjë, atëherë autori është Haradinaj. Shumë pak për të ngritur një akuzë të qëndrueshme. Ramush Haradinaj dhe bashkëpunëtorët e tij janë shpallur të pafajshëm 2 herë nga gjykata e Hagës, jurisdiksionin e të cilës e njeh edhe Franca. Atëherë pse ringrihet nga varri një akuzë e tillë? Ramushi ka shumë armiq apo miq që duan ta shohin të vdekur. Ndërkohë, kryeministri serb Vučić ka deklaruar se prokuroria speciale serbe që ka dënuar disa autor krimesh të dorës së dytë është e aftë të gjykojë me pansi edhe Haradinajn. Përveç se hipokrizi, kjo është bërje nul e pavarësisë së Kosovës, pasi Haradinaj trajtohet si shtetas i Serbisë. Por ka edhe rrezikun që kundërshtari më i egër i serbëve në luftë të përfundojë në burgjet nga të cilat rrezikon të mos dalë gjallë. Ashtu si Vučić, shumë kundërshtar të tij politik brenda Kosovës, por edhe Tiranës, duan që të eliminojnë një politikan këmbgulës me duart e drejtësisë. Por tashmë, përdhosja e emrit të Ramush Haradinajt nuk është më çështje personale, ashtu si liria e tij është diçka më shumë se pafajësia e tij. Kjo është një betejë që ish Ramboja i UÇK-s duhet ta fitojë, jo vetëm për vete, por edhe për kauzën e shenjtë të shqiptarëve. Jo mi pafajshëm, edhe që lufta jonë ka qenë e pastër.